Upwork nuk ki nevojë me dërgu CV e leje ma me kam pjesë e proceseve të mundemta të rekrutimet. Krejt çka të nevojitet është me zgjedh punën që ty të përshtatet edhe me apliku. Hajde të shohim bashkë se cila është mënyra e duhur e aplikimit në Upwork që ta garanton ty punën e parë. Për buxhete të vogla si kjo këtë, unë të rekomandoj me shku me by project. Diçka që unë rekomandoj me bashkë, me përdor ChatGPT-n, nëse jetë e pa në qëtë cover letter, unë kum fol shumë pak për vetën dhe eksperiencën tamë të mëhershme. Klienti isha vetëm 3 rishtet e parë të cover letters tonë. Më pas e ki your bid, do me thonë kjo është sot dënë me bid për me dojnë në rankon e parë në aplikime. Më pas e zgjedh se sa dëshiron me pagu, sa koneksa, për shembull për 150 koneksa, kushton $2.50, 100 për $15. Për çdo pyetje që ti e ke, apo pa qartë si unë ftoj me na shënu, e për me mësu ma shumë për freelancing, qysh me apliku për punë dhe me gjetë punën e parë, unë ftoj që me na ndjek në videot e tona të tjera në YouTube. Shihemi videon tjetër.